بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد emrin e Allahut të gjithë mëshirshëm të mëshiruesit, falenderojmë të madhin Zot, mirësitë, bekimet dhe mëshira e Tij qoftë mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. O Allahu Zot, nuk kemi dije tjetër përveç se dijes që Ti na ke dhuruar, Ti je i gjithdituri dhe Ti je i urti. O Allahu Zot, në bëj dobi me atë që na mëson, e na mëso atë që na bën dobi, e na shto diturinë dhe urtësinë. O Allahu Zot, bëj atë që ne mësojmë e ua mësojmë njerëzve argument dhe dëshmi për ne ditën e Kiametit. Bëje ndërmjetësim për ne ditën e Kiametit, atë ditë ku nuk bën dobi asgjë, vetëm se kush i vjen Zotit me zemër të pastra dhe me vepër të mirë apo me vepra të mira, qofshim për këtyre njerëzve. Amin. Me shpresën e të madhit Zot, po filloj me pyetjet të cilat janë të rezervuara, po nëse vëllezërit ose motrat kanë ndonjë pyetje direkt, mund të na e thonë. Është një pyetje faktikisht që mund të ketë ardhur disa herë këto ditë dhe zakonisht sa herë që vjen puna e Fitr Bajramit apo sa herë që vjen puna e Kurban Bajramit, hasim në këtë pyetje që është autoktone, nuk besoj se mund të bëhet në ndonjë vend tjetër të botës kjo lloj pyetje, përveç se në trojet tona. Dhe pyetja konsiston në atë që, siç është shembulli i kësaj, njoh një nën me 2 jetima dhe kemi shpreh dëshirën që të hollat e kurbaneve t'u japim atyre. A është e mundur apo jo? Sepse disa më thonë mundet dhe disa thonë nuk mundet. Një pyetje tjetër e ngjashme që i kam sjell për kuriozitet, a bën parat e kurbanit me i çu në jetima, pra më u dhon jetimve. Pra vdesin soi jon që kurbanat, lekët e kurbanave të japin ose njerëzve të varfër, ose jetimve, ama jo me bo kurbana se shumë kurbana po bohen për shembull. A bën me ia dhon jetimve, a bën me ia dhon varfër, a bën me i çu që njerëzit nevojë. Pra nuk ka mbet në botë se çfarë me dhon për jetimat, as çfarë me dhon për njerëzit nevojë, as çfarë me dhon për të varfrit, vetëm se lekët e kurbanit. Se gjallë në botë me qit lek për i xhepi për jetimat apo për të varfrit, për kështu rast tjetër s'bëhet fjalë. Ama lekët e kurbanit, siç ndodh të ke Fitr Bajrami, a bën që lekët e fitrave t'u japim njerëzve nevojë, ama mos i nxjerrim fitrat. Ne duhet kuptojmë se kurbani është obligim familjar, një obligim që nuk lirohet njeriu edhe sikur t'japi gjithë pasurinë e tij për të varfrit. Pra sikur njeriu t'japi gjithë pasurinë e tij për jetimat, gjithë komplet ta boshatisë arkën e shtëpisë, apo xhiro llogarinë bankare për jetimat apo për të varfrit, nuk lirohet nga kurbani. Kurbani është obligim për çdo familje. Dhe nuk ka mbet puna e jetimëve dhe të varfërve vetëm me ju dhon lek kurbani. Jetimet dhe të varfrit duhet kujtohen gjithmonë, dhe s'duhet prit puna vetëm atë japim lekët e kurbanit. Kështu që gjëja më e mirë që mund bësh ti në këtë kohë është kurbanin ta bësh, ta therrësh, edhe t'u çosh kurban jetimave. T'u çosh kurban njerëzve nevojë, t'u çosh kurban fukarejve. Jo me çu lek, me çu lek nuk e shlyn detyrimin e kurbanit. Vetëm në një rast, nëse ti i çon lek dhe i thu, me këto lek duhet bëni kurban, dhe ata pranojnë, se ndoshta ti i çu lek me bë kurban dhe ai thotë s'ka mundësi me bë kurban, po laj dritat, po laj borxhet. Ty s'quhet kurbani, nëse ai nuk thot po dakord.
Po thaj, po dakord e bëjmë kurbanin për ty mbaroj historia, ti këtu e ke shlyt detyrimin ndaj Zotit. Po nëse ai nuk bën kurban, është problemi atij pastaj. Kështu që detyrimi i kurbanit, dhe se njeriu nuk bie kurrë nga detyrimi i kurbanit, fare. Sado që t'japi nga pasuria e tij, edhe sikur t'japi gjithë pasurinë e tij. Çdo familje obligohet që të bëjë kurban, nëse i ka mundësitë ekonomike. Nëse i ka mundësitë ekonomike. Lexova në një faqe, nuk i humb dikujt namazin me xhamat vetëm se për shkak se ai ka rënë në një gjuna. O vëllezër, këto fjalët, këto thënjet e ka thonë filani, prej dietarëve apo filan. Nuk janë argumenta fetar të patjetërsueshëm. Dikush e ka thonë kështu. Por nuk është se ka thonë Zoti në Kur'an, por ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Ore, mund ta lejë njeriu namazin në xhamat se i nodhi ju prish goma makinës, o për plas me bicikletë. Kishte i punë për të mbaru. Kjo lidhja e gjërave patjetërsisht me njëra tjetrën dhe dalja në përfundime thuti që kjo fjala ka zbrit nga i madhi Zot. Kush e ka thonë këtë thotë? Ka thënë Ibn Asakir, thot në librin Tarikh e Dimashq. Ibn Asakir, një prej dietarëve se i ka jetuar para 10 shekujsh. S'mund të merret fjala e tij argument. Ai ka thënë se për një i cili i bëhet e natyrshme një gjë e tillë. Për nuk do të marr kjo fjala sikur më qenë Kur'an edhe unë që mungova herë do të thotë se patjetër këmë bëj gjuna, po do të bëj patjetër një lidhje. Jam një vajzë e re dhe për herë të parë jam bërë nënë dhe nuk e di se më thonë njerëzit është gjuna të qetësh bebin pa mbushur 1 vjet dhe kur e laj bebin më thonë mos e laj ditën që ka lindur, mos e laj të martave edhe të hënën se është gjuna, mos i prit thonë mbas ditës është gjuna. Dhe shumë të tjera më thonë është gjuna, do të një përgjigje nga juve. Të gjitha këto janë gjëra për cilat nuk ka argument. Stresit zero dhe larg këtyre muhabeteve. Këto janë pralla që s'kan argument nga feja e Zotit. Asgjë nga këto që janë përmend në këtë pyetje. Në lidhje me kurbanin, ne me burrin kemi bën një jetë me prej një kurban mbase nuk kemi fëmijë dhe desha me ju pyet a mundet me prej ditën e Bajramit ose ta presim më herët dhe ta shpërndajmë ditën e Bajramit. Njeriu mund të bëjë kurban kur të dojë dhe si të dojë. Po kurban Bajrami nuk quhet kurban Bajram nëse nuk bëhet për Bajram mas Bajramit. Ditën e parë mas Bajramit, ditën e dytë, ditën e tretë dhe ditën e katërt deri në namaz të akşamit. Në këtë rast kemi të bëjmë atë që quhet kurban Bajram. Dikush do më bë kurban me niyetin e sadakas, që Zoti i Madh t'i zgjidhë në situatë, siç është për shembull janë pa fëmijë dhe do më dhon si sadaka, që Zoti i Madh këtë sadaka ta bëjë sebeb. Ti këtë mund ta thërësh i ditë para Bajramit, 2 ditë para Bajramit, i javë para Bajramit, nuk ka problem, nuk ka lidhje. Por i gjë duhet me ditë, nuk ekziston kurban për të ngel 7 zën, nuk ekziston në Islam. Diçka që quhet kurbani, me që s'po ngel gruaja 7 zën, po bëjmë një kurban. S'po i del shpirti plakut apo plakës, po bëjmë një kurban, nuk ekziston. Që mos mori i vdekmi, që ka vdek për ditë hone apo i ditë tjetër, që mos të mori tjerë mrapa, thuti që ky është ai me leku i vdekjes që tërheq shpirtrat, të bëjmë i kurban, që ta presim këtë muhabet. Se ekzistojnë këto gjëra në Islam, nuk ekzistojnë këto gjëra në Islam. Nëse ti e bën me niyetin e sadakas, atëherë hajër inshallah, sepse ne themi mund të jetë në smundje dhe sadakaja, lëmosha shëron smundjet dhe zgjidh ndoshta ato ngushtësitë në të cilat mund të ketë rënë njeriu. Kjo është okay, pastaj nuk ka problem. Po nuk ekziston, thjesht duhet me kuptu. Nuk është kaq e thjesht puna, bëj kurban me që s'ngel 7 zën. Se ekziston kjo gjëja, s'më i vën.
Nëna nga babai ka kaq muaj që ka ndruar jetë. Një shok më ka dërguar ftesë për dasëm. A bën që unë të shkoj dhe të festoj me të dhe të kërcej? Pasi në familje kemi pasur edhe krisje. S'lejohet, nuk lejohet. S'ka lidhje kjo me të vdekmen, po ideja është nuk lejohet, në ato dasma ku ka haram, neve nuk në lejohet prezentojmë. S'ka lidhje kjo, ka mush 6 muaj, po ka mush vitin, sepse prap në besytnit autoktone është që kur vdes dikush për një vit në atë shtëpi duhet bëhet dasëm, duhet bëhet gëzim etj. Kjo nuk ka lidhje me fenë e Zotit, kjo nuk ka lidhje me fenë e të Madhit Zot. Po unë thash s'bën duke pas parasysh ç'a bëhet në për dasmë, jo se ka lidhje kjo me 6 mushin apo me vitin. Babit i kanë dhënë në këmbim të lekëve që duhet të merrte për punën, i kanë dhënë dhurat 103 muajsh. A bën që ta thejmë për kurban atë qinj, a pranohet? Jo. Qinjgjat duhet të jenë 6 muaj e sipër. 10 duhet të jenë 1 vit e sipër. Mushqerat duhet të jenë 2 vjeç e sipër. Po kështu edhe bollicat 2 vjeç e lartë. Kështu që në rastin e qingjit 3 mujorsh nuk pranohet kjo gjëja. Si kurban. Kështu mund ta bëni kurban me hongër mish me unknaq, po kurban bajram nuk bëhet. A i mbaj do të agjërim ditët e 10 ditët e Dhulhixhes me 2 qëllime bashkë me zëvendësimin e ditëve të Ramazanit të bëj edhe 10 ditëshin e Dhulhixhes. Kanë thënë dietarët, koha më e mirë për të shlyer ditët e Ramazanit është 10 ditëshi i Dhulhixhes. Koha më e mirë e vitit për të shlyer ditët e Ramazanit është 10 ditëshi i Dhulhixhes. Ato faktikisht janë 9 ditë, po kështu i ka ngel emrin 10 ditëshi i Dhulhixhes. A bën në këtë rast që ti bëj me 2 niyete, pra edhe Ramazan edhe 10 ditëshin e Dhulhixhes, nuk ka nevojë. Bëhet vetëm niyeti i Ramazanit. Automatikisht ti je në 10 ditëshin e Dhulhixhes. Është njësoj si kur dikush thotë, a bën që në Ramazan për ditë hone dhe për ditë tenjte, bëj dhe niyetin e Ramazanit, po edhe niyetin e të honës dhe tenjtës. Themi s'ka nevojë, se je për ditë hone dhe për ditë tenjte, nuk ka nevojë me bot 2 niyete. A bën që në Ramazan, me datë 13 dhe 14 dhe 15 Ramazan, bëjmë edhe niyetin e Ramazanit, po me që jemi edhe në ditë të bardha. Ti je në ditë të bardha, nuk ka nevojë me bot niyet. Pra angazhimi me Ramazan është më i rëndësishëm se sa angazhimet e tjera. Dhe këtu në këtë rast, angazhimi i motrës besimtar apo i vllajt besimtar me Ramazanin në këtë 10 ditësh është shumë më i rëndësishëm se sa thjesht se po ikën syneti i agjërimit të këtyre 10 ditëve. Thot nesër fillon, edhe me të vërtetë kështu i qëllon fiks kjo pyetja, nesër është 28, pa nesër është dita e parë 10 ditëshit Dhulhixhes. Nesër fillon agjërimi i 10 ditëshit Dhulhixhes. Pra për ata që mund ta shohin këtë video, nuk e di se kur, jemi sot në datën 27 maj vitit 2025. Më thonë nesër 28 maj vitit 2025 hyn dita e parë 10 ditëshit Dhulhixhes. Thot nesër fillon agjërimi prej 10 ditësh. Allahu ta shpërbleft dhe na shpërbleft gjithëve. Zoti na pranoft. Amin. A më tregon pak orarin të lutem? Orari është shif kalendarin. Shiko kalendarin. Si mas kalendarit ec, aty ku thot imsaku ndërprite, aty ku thot akshami çele. Pra është i njëjti kalendar, si në Ramazan funksionon në të gjitha ditët e vitit. Kam dëgjuar në ligjëratën tënde rreth therrjes së kurbanit se nuk pëlqehet shkurtimi i flokëve për ata që do të bëjnë kurban. Tani kjo vlen për atë që e therr kurbanin apo më përfshin edhe mua që do të paguaj atë që do të bëj kurban. Po vlen për të dy.
ai që e bën kurbanin vetë për veten e vet, po vlen edhe për atë që ngarkon dikë që theri kurban për të. Pra ai nuk e bën vetë, po ngarkon dikë që të bëj kurban për të. Pra e kap i njëjti gjykim, i njëjti ligj. Nëse gruaja prej pasurisë së vet e therr kurbanin, a lirohet burri nga përgjegjësia? Nëse ajo e bën me niyetin për familjen, po. Për shembull, gruaja thot, o burr, kurbanin këtë vit do paguaj unë me lekët e mia. A bie obligimi i kurbanit për familje me këtë rast? Bien obligimi i kurbanit për familjen me këtë rast. E rëndësishme është të bëhet një kurban për familje dhe nuk ka problem se kush i paguon. Mund t'i paguajë edhe djali lekët. Mund t'i paguajë edhe dikush tjetër, mund t'i paguajë edhe të gjithë bashkë. Fusin për shembull nga kaq lekë, të gjithë anëtarët e familjes për qejf. Edhe bëhen gjithë ortak në bërë në kurban, nuk ka asnjë lloj problemi. Kam 2 vajza dhe për asnjërin nuk kam prerë kurban. A është patjetër pra me bë kurban për 2 vajzat? Se burri po më thotë, në kohët e vjetra nuk kanë pas bërë kurban për fëmijët. Kurse tani në këtë kohë janë krejt demek biznese i kanë bë. Dhe me flokët një javë para lindjes, mas 14 ditëve me i dhënë sadaka, po unë i kam çu këto parë tek një familje dhe kam bën niyet për çikat e mia. Ja kam dërguar një familjes. Për lekët e flokëve nuk ka problem, se e shef sa peshojnë flokët dhe i çon sadaka jenë në rregull. Ndërsa përse për këtë kurbanit ka 2 mendime dietarësh, ka një mendim që thotë duhet bë kurban patjetër për çunin 2 kur janë mundësitë, se ndoshta s'ke mundësi kur lind fëmia, po më vonë, dhe për vajzën 1. Në këtë rast 2 vajza, 2 kurbane. Dhe ka një mendim tjetër që thotë kjo është sunet. Pra është mirë dhe e pëlqyeshme, por nuk është obligim. Pra janë 2 mendime. Hadithi thotë, çdo prind është peng i kurbanit për fëmijën e tij. Kështu që nga ky hadith kuptohet se është detyrë dhe obligim. Unë dhe burri dhe djali punojmë, a duhet ne me prej secili për vete kurban e me paguajt, apo mjafton 1? Nëse arka e familjes është 1, atëherë mjafton 1 kurban për gjithë familjen. Nëse jeni me arka veç e veç, për ti me gruan, e keni në vete arkën dhe shpenzimet tuaja dhe çuni faktikisht funksionon vete, nuk e lidh asgjë me ju, atëherë obligoni për 2. Ama nëse arka e shpenzimeve dhe harxhimeve është 1 dhe menaxhohet nga 1 dorë për gjithë familjen, atëherë obligohet vetëm 1 kurban. Argumenti, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas 9 kurora në veten e tij dhe ka bërë për 9 kurorat 1 kurban. Hadha li Muhammedin wa ali Muhammed. Ky kurban është për Muhamedin dhe familjen e Muhamedit. Nuk i ka thonë Hafsës apo Aishës apo nënave të tjera të besimtarëve që të bëjnë secila kurban. Ka bërë 1 kurban për të gjithë kurorat nën të sallallahu alaihi wasallam. Kështu është puna. Ushqimet, ëmbëlsirat më saktë që përmbajnë një sasi të ulët të alkoolit, a mund të konsumohen nga ne besimtarët? Nëse është gatuar dhe është tjetërsuar, s'ka problem. Ama nëse është lënda alkoolit aty, është prezente, atëherë nuk bën. Pra gjithë ideja është tek transformimi. Nëse është transformuar totalisht dhe është sasi e vogël, nuk ka problem. Ama nëse është alkooli aty prezent, siç janë disa ëmbëlsira që e kanë brenda, po është lëng, edhe i vjen era likerit apo era e alkoolit, atëherë themi këtu nuk lejohet, është haram. Hoxh, e na që s'kena mundësi me ba kurban, a e kemi gjina? Pra, ai njeri që s'ka mundësi me bë kurban, a ka mëkat tek Zoti? Jo. Allahu thotë në Kur'an, la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu se ngarkon njeriu tej dhe mbi mundësitë e tij. Madje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka parashikuar këtë situatë nga Zoti i gjithësisë dhe bëri 2 kurbane.
Tha, ky është një kurban për Muhamedit dhe familjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ky kurbani tjetër është për çdo kënd nga ummeti im, nga pasuesit e mi, që nuk ka mundësi theri kurban deri në ditën e Kiametit. Pra, për ata që s'kan mundësi, e ka therë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kurbanin për ta. Kam vajzën 12 vjeçare dhe është shumë e interesuar për fenë tonë islam. Gjithmonë mundohem të shpjegoj për fenë. Më bërë një pyetje që nuk kam njohuri sa duhet. Përse nuk ka pasur femër profete? Jam shumë e hutuar për këtë pyetje se më ka gjetur të befasuar. Hajër inshallah, shumë befasume, shumë pyetje fort, shumë. Pyetje shumë e fortë kjo. Nuk ka pasur femër pejgamberi sepse femra ka natyrë dhe përgjegjësi të tjera. Femra për shembull është më të përmuajshme. Femra për shembull mbetet shtatzën. Femra si thot burri, rrim në shtëpi, bën punë të shtëpisë për shembull, ku dëgjon e tjerë. Ja thot kjo se unë do të dal të ftoj njerëzit në fe dhe në besim. Duhet ulet me burrat, duhet bëj debat. E tjerë. Pra ka 1.044.000 përgjigje për këtë pyetje, që je befasuar dhe ke ngel kështu. Mos e merr me stres, nuk është një pyetje e vështirë, po thuaj që femra ka punë të tjera për të bërë, ka obligime të tjera, kush do të edukoj fëmijët, kush do i rrisi, kush do i japi gjë, kush do shumë gjëra që i bën femra dhe nuk i bën dot burri. E ishte femra që del që merret me këtë punë, i bjerë që burri pastaj të rritet bëjë punë të shtëpisë. A duhet të agjërojmë para Kurban Bayramit në këtë 10 ditë, se kështu kam një. Elhamdulillah që të paska ardhur pak nësi informacion. Nuk është duhet, po është sunet, është mirë, është sevap, është shpërblim. Nuk është duhet, po është mirë me agjëru në këtë 10 ditësh. Mundësisht të 9 ditët, pra bashkë me ditën e Arafatit, mundësisht çfarë të kesh mundësi për këtyre ditëve, po minimumi të paktën ditën e Arafatit nuk duhet ta neglizhosh. Pa dashje pa e parë mirë orën, e fala Yatsin para kohës, me mendimin që ka qenë Yatsia, tani çfarë të bëj se s'kishte një koha? Përsërite me buzëqeshje. Përsërite duke buzëqeshur. A mund të prejet kurbani me parat e gjithë familjes, secili nga pak, a është e lejuar kur dihet që jetojmë gjithë bashkë? Dhe parat i kemi të përbashkëta si familje? Po. Mund të aboni gjithë nga pak. Të lehtësoni dhimbjen. Duke marrë shkas nga ngjarjet e fundit, a është haram me traf gruaja hoxh? Prandaj do të më qenë kujdesshëm se të kërcet shpulla në avion. E rëndësishme, normalisht në natyrën e familjes islame këto gjëra nuk ekzistojnë. As me raf burri gruan, pa as me raf gruaja burrin. Nuk ekziston sepse në islam burri është i rëndësishëm shumë. Burri është xheneti dhe xhenemi. Yt i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një gruaje e cila po ankohej kot për burrin e vet. Ka herë ankohen të kot të ato të shkretat. Kështu që haram është, s'ka dyshim, po edhe kundërta me rraf burri kot gruan është haram. Larg dhunës, ne jemi kundër dhunës. Baba më ka vdek për ditë premte, por e kemi varros shtunën. A ja kemi humba ti mundësinë për shpëtuar nga gjykimi natës së varrit? Çdo njeri që vdes ditën ose natën e të premtes, ai është i ruajtur nga dënimi i varrit, pavarësisht se kur varroset, qofse ka qenë besimtar. A mundet përmes parave me u bë sihiri? Sihir ka për qëllim magjin, pra mundet që dikush t'jep në i lek pare, dhe ke kjo parja i të këtë bërë diçka. Mund
Magjia mund bëhet në çdo lloj gjë, s'ka lidhje. Mund bëhet në libër, mund bëhet në rrobën që t'jep, mund bëhet në gjithçka që të ka prekur ty dhe ka rënë në dorë të këtyre që i mallkov Zoti magjistarëve. Edhe pastaj fillon historia. A ka dert, a pranohet namazi mas 70-ave? E para namazi duhet falet sa ti jemi gjallë, 70, 80, 90, 110, 120. Namazi duhet falet sa ti jemi gjallë, kjo është e para. A pranohet mas 70, pranohet që të shkeme të madje më shumë. Pra përderisa një mashallah në moshën 70 vjeçare fal namaz, u ka më mirë. Si s'pranohet, pranohet që të shkeme të. E Zoti i rujt ata cilët e i forcoft ata cilët në këtë moshë falin namaz. Jo po si i bëhet për shembull se duket sikur rrjedh diçka pastërtia, duhet falin namaz. Edhe nëse ju rrjedh diçka, edhe nëse kanë problem me pastërtinë, duhet falin namaz. Përderisa njeriu e ka logjikën, e ka arsyen, duhet të falin namaz. Nuk lirohet njeriu nga namazi vetëm po vdiq. Edhe me qenë i pamundur duhet falet, ashtu i shtrirë, i paralizuar, i lidhur, s'bie ndonjëherë namazi nga muslimani. Pra nuk lirohet besimtari nga namazi vetëm se po vdiq. Në yatsi, sunetin e parë që ka 4 rekate, duhet me i fal, apo të fillojmë direkt me farzin. Yatsia nuk ka sunete të parme në mendimin më të saktë të dietarëve. Po ja u thirrë zanë, çfarë do të bëjmë ne? Fal 2, 4, 6. Mund falësh 4 rekat. Po jo me niyetin si sunetet e yatsis. Namaz vullnetar. Namaz vullnetar. Mund të falësh 2, mund të falësh 4, mund të falësh 6. Po mendimi më i saktë është se nuk ka yatsia sunet përpara. Ka vetëm një hadith dhe ky hadith është nga një sahabi dhe hadithi është i dobët, pra nuk është i saktë. Kështu që s'ka sunete përpara yatsia. Ndalimi për prerjen e thonjve dhe heqjen e qimeve ndalohet edhe nëse e paguan me para kurbanin, po u bë si pyetje më përpara, po, edhe për atë që jep para. Pra nuk e bën vet, po unë po paguaj për kurban, më përfshin dhe mu ndalesa. Kemi nisur të falim 5 vakte namaz, mirë, për problemi është se ndonjëherë më ikën kohët e namazit dhe nuk jam i sigurt. A guxoj ta fal për shembull 1 orë apo 2 orë apo 3 orë mbasi ka kaluar koha e namazit? Namazi ka një kohë që fillon dhe mbaron. Për shembull sabahu fillon orën, për shembull themi 4, mbaron 5:30. Dreka fillon orën, për shembull themi 1 dhe mbaron orën 5. Ikindia fillon 5 dhe mbaron orën 8. Akshami fillon 8, mbaron orën 9:30 apo 10 pa çerek. Yatsia fillon 10 pa çerek dhe është derisa. Pra ke kohë, brenda kësaj kohe mund ta falësh namazin. Nuk është kusht patjetër sa po thirret ezani. E rëndësishme është mos të futet namazi tjetër. Po u fut namazi tjetër do thotë që ty të ka kalu koha e namazit. Jam në bisedime me një djalë, mirë pa ai po më kërkon para ose dhurata. Po je pa mend, vazhdo i jepi parë këtij djalit që po flisni dhe po njihesh me të. Ka ca njerëz të tillë të smur që në momentin që shef në një lloj afrimiteti fillon dhe kërkon para. Tani kjo pyet aty jap, po nuk patë mend, jepi. Po nuk po që pa mend, po që në rregull nga mend bëj blok. Edhe subhanallahu, kjo e folmja nuk është kështu siç mendon dikush. Nëse dikush të flet dhe kërkon që të njihet me ty apo të krijojë raporte, menjëherë orientohet tek prindi. Nuk ka pse më vazhduan muhabete në gjona dhe ja, kërko para. Mund të shantazhoj me mesazhe, me gjëra. Pse më çu veten deri në stres dhe pse më çu veten deri në siklet. Shumë mirë, faleminderit, për çdo gjë ky është numri i babit tim. Dhe babi e merr djalin e ul, flet me të, pastaj nëse babai e shef që është tamam, njëri serioz, krijon mundësinë për të ulur me gocën e tij. Nëse babai e shef që ky është
mashtrues, si puna këtij që kërko ka pare, ja pret rrugën që zhvillim. Por për mendimin tim duhet prerë kjo rrugë, kjo formë komunikimi, edhe kujdes me këta njerëz, Kam një djalë dhe u bova 3 vjet e gjysmë që nuk kam ngel shtatzën. Vjera ime ka shku në tyrbe dhe shehu i ka thënë që merre një pe dhe lidhja te barku kur të flenjsh. Edhe burrit, pra një pe mua dhe një pe burrit. Unë nuk i besoj këtyre gjërave. Mirë po vjera po më thot, pash Allahun bëje. Se do të ndihmoj dhe unë ja bëj rrafsh, po faktikisht nuk e vej. Vajtja ke këta njerëz, siç është rasti vajtja në tyrbe tek shehu dhe shehu thot lidh pej me nyja, kjo është shirk, i dhujtari. Neve nuk në lejohet si musliman të shkojmë në vende të tilla, nuk në lejohet. Allahu thot në Kur'an: "Wa annal masajida lillah", xhamiat janë ngrit për Allahun, xhamiat. Nuk ka gjë tjetër, nuk ka përmend Zoti alternativë B për muslimanët. Muslimanët shkojnë në xhami. E para kjo. E dyta, ky thot lidh pej me nyja. Do të thonë magji e pastër. Magji e pastër. Kështu që këtë pejin me nyja lidhja në këtij babashehut, inshallah ngel shtatzon ky. Sepse në Islam kjo gjë është shirk, është magji. Kështu që sa më larg këtyre njerëzve dhe sa më larg këtyre vendeve, ne kemi xhamiat. Nuk ekziston në Islam objekt tjetër kulti dhe adhurimi për Allahun përveç xhamisë. Thot Zoti në Kur'an në surën El-Jin: "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada." Xhamit janë vendet e ngritura ose objektet e ngritura për adhurimin e Allahut, e bashkë me Allahun mos i lut askujt tjetër. Aty në objektin për cilin ju flisni, aty i bëhet shok Allahut, haptas, dukshëm dhe pa dukshëm, haptas dhe fshehurazi. Shirku vu, idhujtaria vu, paganizmi vu. Kështu që larg këtyre njerëzve. Larg këtyre njerëzve. Ajta ka thonë qartë fare, pej me nyja. Allahu çfarë thot për nyjat në Kur'an? Në surën El-Falaq: "Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri naffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad." O Zot, më ruaj prej së keqes, së atyre që fryn në nyja. Allah i ka përmend në Kur'an. Po çfarë ti bëj thot, a bën me ja bë vjerës rrafsh, pra mi thon po, pa më rak do ta vejmë për shemb. Unë mendoj që këto fijet e perit me nyja që keni marrë nga babashehu, me ja lidh babashehut. Pos pranoj babashehu me i lidh, atëherë merrni këto perat me nyje dhe futin në ujë të kënduar. Dhe ky ujë kënduar duhet të ketë brenda uthull, krip, me i knut sa sure nga Kurani edhe me i zgjidh nyjat aty mrena. Dhe pastaj me e derdh ujin, me e lënë për ca kohë, me e derdh ujin edhe pastaj me i djeg këto fijet që ju janë zgjidhur nyjat. Nëse nuk ka mundësi njeriu me i zgjidh ato nyje se mund të jenë shumë të forta apo të vogla, atëherë priten nyjet në mes, praf, aty ku është nyja, kputet nyja, po në ujë brenda. Në ujë brenda. A mund të falen vaktet që nuk kemi falë gjatë ditëve në syfyr? Hajrë shallë njëju duhet pendohet për atë që ka bërë, sepse njëju qohet në syfyr për të hongër syfyrën dhe për të falë sabahun. Që ka hongër syfyrën dhe ka rasë gjumë. Hajrë shallë përsëriti namazet që s'ke falë. Kur falemi nëse pa dashi në shkën sytë anësh, a na është prish namazet dhe duhet përsëritur? Jo. I bien vlerat namazit nëse ne shikojmë majtas apo djathtas,
po nuk prishet namazi, nuk prishet namazi. A mund të punoj si shpërndarës birash, qofse janë halal, 0.0, apo ai sa është kufiri i përqindjes halal, lejohet. E nëse janë bira haram, që dehin njerëzit, që janë mbi përqindjen e halalit, atëherë nuk lejohet, është haram. Sepse futet tek hadithi, janë mallkuar për shkak të alkoolit 10 kategori njerëzish. Dhe një nga këto kategori shpërndarsi. A ka shkruar fatin Zotit që në momentin që lindim dhe përkundrejt çdo lloj përpjekje do të bëhet vetëm vullneti i tij? Zoti e ka shkruar fatin 2 herë për njeriu. E ka shkruar një herë para se me kriju qiellin dhe tokën 50.000 vjet. 50.000 vjet para se me krijuar qiellin dhe tokën, Allahu ka shkruar fatin e njeriu. Dhe për herë dytë e ka shkruar fatin e njeriu në barkun e nënës. Po jo kur lind. Kur është në muajt 4, sa mbush foshnja në barkun e nënës, 4 muaj, vjen një melek special që i fryn shpirtin dhe i shkruan jetën, vdekjen, si do të jetoj, ku do të jetoj, çfarë do të bëj, edhe kur do të vdesi dhe çfarë do t'i ndodhi atij mas vdekjes. Të gjitha këto shkruhen në barkun e nënës. Thot, dhe përkundrejt çdo lloj përpjekje bëhet vullneti i Zotit. Ky është gabim. Në perceptim. Duke sikur njeriu ka dëshirë tjetër për shembull, me pas Zoti ja ka shkruar kështu edhe ky, për shembull, njeriu ka prirje për të bërë doktor. E Zoti ja ka shkruar aty që do të bëhet hidraulik. E ky shketi tenton me u bë doktor, s'ka hidraulik. Banki më u bë doktor, aty hidraulik, banki gjithë jetën më u bë doktor, atje ku është shkruar, po nuk funksionon kështu. Allahu ka shkruar në barkun e nënës atë që Zoti e dinte se ne do të veprojmë një jetë. Po të çfarë kuptimi ka? Kuptimi është se ti je duke punu, se në bazë të punës tate do të merresh llogari. Jo në bazë të asaj që ka ditë Zoti se do të bësh ti. Pra Zoti ka sjellë në botë, edhe pse e ka ditë se çfarë do të bësh, si do të sillesh e gjitha. Pra Zoti të trajton ty me veprat e tua, jo me dijen e tij se çfarë do të bësh ti. Kështu që njeriu mund të jetë një moment më i miri dhe mund të shndrohet më i keqi. Argumenti më i fortë për këtë kush është? Ai personi që tha Zoti në Kur'an, shembulli i tij është si shembulli i qenit. Ç'është historia e këtij njeriu? Historia e këtij njeriu ishte që ky po të bëjë dua, duaja e tij pranohej në moment. Pra kishte arritur një fazë të adhurimit dhe përkushtimit ndaj Zotit, që çdo lutje i pranohej. Një problem boni ky, tha Zoti, shembulli i tij është si shembulli i qenit. U lut e për këtë mirësi që kishte dhënë Zoti, e përdori kundër kujt? Kundër profetit Musa alayhis salam. Tani unë të bëj një pyetje, shumë thjesht. A nuk e dinte Allahu që ky në filan mosh do të bëj këtë aktin, edhe do të shndrohet si një e dinte? Po Allahu nuk e trajtoi se çfarë do të bënte ky mas 50 vjeç. Allahu e trajtonte për çfarë ishte ai deri në atë moment. Ky në atë moment ishte perfekt. Ky deri në atë moment ishte korrekt. Dhe Allahu e trajtoi këtë njerëz siç ishte ai. Më një shembull tjetër, Ebu Sufjani. A nuk e dinte Allahu që Ebu Sufjani në moshën 50 e sa vjeçare do të bëhej musliman dhe një nga ndjekësit më të mëdhenj të pejgamberit alayhisalatu selam? E dinte Zoti apo? Po ky është ai që ngriti luftën e parë, luftën e dytë, luftën e tretë, luftën e katërt, gjitha, le të themi, planet për të vrarë pejgamberin e sa, gjitha i ka kurdis Ebu Sufjani kur ishte në kohën e xhahiliyetit, përveç Bedrit që ndoshta dhe nuk ishte krejt e kurdisur prej tij. Po si ka mundësi? Ka pra mundësi se Zoti e trajton njeriu në sajt të asaj që bën njeriu, jo çfarë ka ditë Zoti se do të bëjë njeriu. Dhe kur ne themi është shkruar fati i njeriu në barkun e nënës, do të thonë Zoti ka shkruar çfarë ka ditur Zoti se do të bëjmë ne. Nuk ka diktu Zoti gjëra të tjera ndryshe nga çfarë do të jetojshim ne. Kështu që s'do të prisë Zoti tani
se çfarë do të bëjmë ne që ta shkruajnë me lajket. Zoti e di. Për këtë arsye tha pejgamberi sa kur u pyet, tha pejgamberi i Zotit, po si është kjo punë? Çfarë përgjigje tha pejgamberi sa tha i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa la. Punoni, pra punoni, veproni me vullnetin tuaj, me dëshirën tuaj, me zgjedhjen tuaj, se gjithë secilit do t'i lehtësohen veprat e vendit të tij. Xhenet liu do të sillet në këtë botë si xhenet li. Xhehenem liu do të sillet si xhehenem li. Gjithë secilit i lehtësohen në këtë botë veprat për vendin në të cilin ai është krijuar. E ke pati besimtari kur bën një gabim, i rrimendja aty, i hiki namaz pa fal, apo si i botës, unë se kisha mendjen, se ngjova zilen, i rrimendja aty, pse si i ke i sabah pa fal për shembull, ose i ka dalë një namaz nga koha. Ka pi herë alkol gabimisht, ka kujtu sa është ujë, ka pi alkol ose raki gabimisht. I rrimendja o Zoti i Madh, 200 herë të ta bëhat pyetje. Po ky është argument se s'është krijuar ky njeri për xhenem. Kurse ky tjetri, për shembull, po ta shohësh çfarë thotë më vëlla, po edhe shkenca e thotë se të bën mirë për zemrën e vëlla. Pra ky jo vetëm që s'ka problem me pi, po ta jep edhe argumentin shkencor që të bën mirë për zemrën ose për mëlçin. Çfarë thotë vëlla, si më për ditë çostin pik mjesë të falesh në 4? Ua, po si ka mundësi vëlla? Ja vëlla, un flej në 4 dhe çohem në 10 për shembull. Kurse ai besimtari i herë ka dalë namazin nga koha e vet, i rrimendja gjithë jetën aty. Jam pendua, ma pranon Zoti si i bëhet, ka dalë sabahun. Ky është argument vëlla se ky s'është krijuar për xhenem inshallah. Kurse ky tjetër si thotë vëlla, ftohtë i madh. I lani kombi un ftohtë ndihmë vëlla, po si ka mundësi vëlla. Ua, çfarë sakrificë. Si rini vëlla 15 orë pa hungur, 18 orë pa hungur. Ua. Po pse duhet më dhon lekët e tuaja të varfërve vëlla? 2.5% me zonë konfitua ato lekë, ku dëgjon. Pa edhe taksat i paguajmë shtetë, ku dëgjon. S'është krijuar më ky, nuk është krijuar për këto matan. Është krijuar për kënej. Pa mund të Zot ky, mund të Zot, nëse dim. Për këtë arsye ne duhet bëjmë sebeb, duhet bëjmë shkaqe, duhet të flasim, duhet të shëllojmë se ndoshta bëhemi sebeb i orientimit të njerëzve. Kështu që e ke kuptuar muhabetin. Shkrimi i fatit do të thotë Zoti ka shkruar për njeriu në barkun e nonës atë që Zoti e ka ditur se njeriu do ta bëjë derisa të vdesë. Kështu që ne po ecim si maskujt fati. Ne po ecim atë tonën faktikisht. Kështu na ka fajin Zoti. Për asgjë. Elhamdulillah. Kështu që grahi punës bëj sebebet, lodhu, mundohu, puno e mos loz me këto gjëra. A ban gruaja me shku në haxh nëse burri nuk do me shku? Ose thënë ndryshe, nëse burri ka lujt menç dhe thotë gruas nuk e për shku në haxh, çfarë duhet bëj gruaja në këtë rast? Se një burr i mirë, tamam, nuk e ndalon gruan e tij nga vajte në haxh. Po si bëhet për shembull, ndoshta s'janë mundësitë. Atëherë shihet, nëse është udhëtim i sigurt dhe ka femra të tjera që janë bashk, pra udhëtim i sigurt me femra të tjera, dhe është haxhi i parë, haxhi i Islamit ose umreja e parë, umreja e Islamit, lejohet që gruaja të shkojë edhe pa burr apo shoqërimin e një burri, edhe pa lejen e tij. Lejohet që të shkojë edhe pa lejen e tij, sepse në këtë rast burri po urdhëron për mëkat. Burri që i thotë gruas nuk ke për shku në haxh, po urdhëron për mëkat. Çfarë the? Pra burri në këtë rast po urdhëron për mëkat, për gjuna. Dhe pejgamberi alayhis salam ka thënë la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Nuk lejohet që t'i bindesh krijesës kur kundërshtohet krijuesi. Pra burri thotë s'ke për shku në haxh, po kundërshton krijuesin. Atëherë gruaja në këtë rast ka drejt mos t'i bindet atij, por se kushti është të jetë udhëtim i sigurt dhe me një grup femrash. A ke mundësi me më shpjegu 2 bajramat? Fitër bajrami dhe Kurban bajrami, kur fillon dhe kur mbaron? Po si ora? Të shpjegojmë tani.
Fitr Bajrami fillon me akshamin e një nate përpara dhe mbaron ditën e Fitr Bajramit për namaz të akshamit. Pra nata e Fitr Bajramit hyn me thirrjen e ezanit të akshamit ditën e fundit të Ramazanit dhe dita e Fitr Bajramit mbyllet me thirrjen e ezanit të akshamit të ditës së parë të Fitr Bajramit e krym. Kurban Bajrami, darka e Bajramit, pra darka e Kurban Bajramit nis me ezanin e akshamit të ditës së Arafatit. Pra sot ka qenë ditë Arafati, për aksham u thirr ezani, ka hyrë darka e Kurban Bajramit. Një natë përpara ditës së Kurban Bajramit hyn nata apo darka e Kurban Bajramit. Dhe vazhdon ditën e parë, dita e Kurban Bajramit, pastaj kemi ditën e dytë, ditën e tretë, ditën e katërt deri në ezan të akshamit. Hyni ezani i akshamit, ka mbaruar dita e tretë plus ditës së parë të Kurban Bajramit. Pra thënë ndryshe, Fitr Bajrami është një ditë nga akshami në aksham, ndërsa Kurban Bajrami është 4 ditë nga akshami në aksham. Një është Kurban Bajrami, pastaj 3 ditë të tjera deri në ezanin e akshamit të ditës së 4 të Kurban Bajramit. Si të përshtatemi me orarët, se nuk kemi kalendar, pra kjo është pyetja që bëhet shpesh kur dikush do të më agjëru e kështu me radhë. Keni kalendarin e zakonshëm, ecni si mas kalendarit zakonshëm, aty ku thot imsaku ndërprite dhe aty ku thot akshami çele. Çdo kalendar i zakonshëm. Nëse gruaja hyn në xhenet ndërsa burri hyn në xhenem përkohësisht për të pastruar, gruaja do të presi burrin që dalë nga xhenemi? Jo më inshallah bëhet sebeb gruaja që mos futet ky qypi, që mos futet siç në xhenem inshallah, e tërheq gruaja inshallah pa shku në xhenem. Ashtu siç tërheq burri gruan pa shku në xhenem. Kështu funksionon në origjinë. Pra në origjinë bëhet sebeb burri për gruan që ta morë me veten në xhenet, ose gruaja për burrin që ta morë veten për ta morë me vete për në xhenet. Nëse ndodh që ky qypi ose kjo avdallja do shkojnë në xhenem për ca kohë, atëherë normalisht ai tjetri pret, normalisht ta presi. Kështu që mos u vend siklet, do të presi, rri i qetë. A është haram kjo midhja dhe e ka pru me foto e shkreti? Pyetja është për midhjet. Hapja telefonin, se gjinof i shkreti, hapja telefonin. A thot, aman thot se jemi me i dark, thot dhe në kam bo me fiksime. Midhjet dhe çdo gjë që ka deti është halal, në mendimin më të saktë të dietarëve. Ka mendim, është mendimi i dobët. Mendimi më i saktë është që huwa tahurun ma'uhu el-hillu meitatuhu. Çdo gjë që është në det është e pastër dhe halal, edhe nëse e gjen të ngordhur. Kështu që stresit zero më shoj. Me bismillah. A mund të vendosim mbyr zylyk ku në to është shkruar dhe ajeti kursi? Jo. Nuk ka zbrit Kurani për të bërë unaza, as për të bërë byzylyk. Kështu që nuk bën. A është farz apo sunet mos me i pre flokët dhe thot gjatë ditës së Dhulhixhes? Ka disa menime, disa opinione për këtë çështje. Ka një menim që thot është e urryer një gjë e tillë, ka një menim që thot nuk është e urryer një gjë e tillë, dhe këtu rrafin menimet kryesore të mëdhëbeve. Pra shumica e mëdhëbeve thonë që nuk është e mirë kjo gjë, nuk është e preferuar, është mekruh që njeriu në këtë 10 ditësh, nëse do të bëj kurban, të presi flokët apo thonjt e tij, është mekruh. Çdo thot mekruh, s'është mirë me e bërë, por nuk ka mëkat, nuk ka gjuna për këtë punë. Dhe kemi një mëdhëb nga 4 mëdhëbet, që mëdhëbi Hanefi, që thot hiç s'ka lidhje fare, priti thonjt
e shkurtoi flokët e qethi, s'ka lidhje fare. Nuk ka lidhje fare. Ky është mendimi i dytë. Dhe kemi një mendim të tretë që është tek Hanbelit. Pra Hanbelit për këtë çështje kanë dy mendime, që thotë është haram duke u nis nga hadithi që thotë nëse hyn hëna e Dhulhixhes dhe ndonjëri për jush do të bëj kurban, atëherë mos të prek flokët as tojt as lëkurën. Ai që do të bëj kurbanin ose ai për të cilin bëhet kurbani, pra ti jep parat edhe ty të përfshin ligji dhe rregulli. Pra thjesht me e ditë që nëse dikush i qet flokët ose i pret thotë kurbani i tij është i saktë. Nuk ka të bëjë kjo me saktësinë e kurbanit. Kurbani është i saktë, stresit zero për sa i përket saktësisë së kurbanit apo saktësisë së bajramit e ku dëgjon etj. Pastaj varet se ku është njeriu ke mëdhëbet. Nëse është tek Hanefit, e ka stresin zero. Nëse është tek mëdhëbet e tjera ka bë me kru. Kështu që nuk është ndaj çështje, pa subhanallahu, është bërë kjo çështja e flokëve sikur me dal njeriu nga feja, është rënu shumë, domethënë. Kështu që nuk, okay, pa mendimin që ne mbështesim, është ky mendimi që s'bën, është haram. Po kjo nuk ka lidhje me vlefshmërinë e kurbanit. Pra dikush u qet, a vlen kurbani i tij? Po vlen, se s'ka lidhje fare. I preu thotë dikush. A vlen kurbani i tij? Po vlen, ta kurbani vlen, nuk ka lidhje. Me vlefshmërinë e kurbanit nuk ka lidhje. Kur ne nusës provohemi me diçka dhe durojmë që mos prishin marrëdhëniet familjare të burrit me vjerën dhe me vjerën. Dhe ne durojmë dhe bëjmë sabër. Se sa herë që flasim ne nuset bëhet belaja. Tash, me qenë se ne durojmë, a është e lejuar të flasim me ndikon të besueshëm që ta nxjerrim mërzinë tonë mos ta marrim për mrena? A quhet durim nëse ne e shprehim diku? Alhamdulillah, ka hallë të tilla, siklete të tilla. Më e mirë është që këto gjëra mos me i shfaq, mos me i thon askund. Përveç se nëse do të konsultohesh, do me gjetë i rob që më konsultu me të, ama vetëm me nxjerr kështu, po durimi ky pra është. Durimi cili është me e majt, me e frenu, me fjala durim, çfarë do thotë? Vetë përmbajtje. Momenti që ti e shpreh dhe ja thu dikujt, okay, ti lirohesh, po ke dal nga durimi, nuk quhesh më durimtar, nuk quhesh më durimtare. Përveç se nëse flet me dikë që do të qajsh hall, apo do t'i mosh në mendje, apo me e thon vetëm për shpërfryrje, nuk bën. Me e thon vetëm për shpërfryrje, nuk bën. Po si t'ja bëj për shembull? Futu në dhomë, mbyllë dhomën e shprehu. Që do me nxjerr qite. Ik në mal atje, drejtojo malut në qite, çka ke për mena. Kam dëshirë që prindit të dërgoj për umre. Mirë, po baba im ka disa borxhe të vetat. A lejo që unë ta çoj atë për umre? Ti herë o vlla, si fillim laj borxhet e babës. Se po të shko baba në kokër xhehenemit me këto borxhe që ka. Qite i për xhehenemit babën, duke i la borxhet, inshallah. Pastaj boj umre, boj haxhe, boj të gjitha. Pra gjëja më e mirë që ti mund të bësh është t'i lajsh borxhet babës. Po nëse është situatë që është në kontroll, bon që mi bo babës umren, nuk ka asnjë problem. Pra nëse situata është në kontroll, pa është një borxh që dihet, po është borxh i menaxhueshëm nga familja e nga baba vet, jemi në afate për shembull, e ka baba i borxh, po ky borxhi e ka afatin për shembull 5 vjet. A bon që me çu babën numre? Bon, s'ka asnjë problemi. Përdisa jemi në afate dhe është situata në kontroll. Ama nëse situata ka kalu koha e borxhit, dhe ti do me çu babën numre, jo më vlla, mos e çon numre. Laj herë borxhet, edhe pastaj po u bë gjë për umre dhe të bëhen. Pra duhet me fillu një herë me borxhet. Përveç se nëse situata është në kontroll, për sa i përket kohës, për sa i përket mundësive.
Kam fillu me bo namaz dhe me nënkujtuar disa gjuna që kam bërë për para martese dhe kam fillu me bo istighfar për ato gjuna. A më pranohen? Inshallah po, pse jo? Allahu thotë në Kur'an, kush mund të pranoj pendimin përveç Allahut, kur njerëzit pendohen? Kush mund të pranoj pendimin përveç Allahut? Allahu e pranon pendimin. Kështu që hajër inshallah. Hajër inshallah taala. Ka një lutje interesante nga pejgamberi alayhis salatu wasalam që i përfshin të gjitha. Allahumma ighfir li ma qaddamt wa ma akhart wa ma asrart wa ma a'lant wa ma anta bihi a'lamu minni. O Zot, më fal çfarë kam bë e çfarë do të bëj. Çfarë kam bë haptas dhe çfarë kam bë fshehurazi. Dhe mi fal o Zot gjunahet që ti di më mirë se sa unë dhe unë i kam harru. Kështu që boje këtë dua në mos i hap derën shejtanit, më bo me fiksime dhe me vezvese. Nëse nuk e therë vetë kurbanin për jep lekët që ta theri dikush tjetër, a duhet dhe në këtë rast? Po, e tham. Po, edhe në këtë rast. A më lejohet që ta bëj hipnozën mjekësore, pra lejohet në Islam, hipnoza mjekësore lejohet. Nëse bëhet nga një mjek i besueshëm. Nëse është nga një mjek i besueshëm, lejohet hipnoza mjekësore, është shkencë, s'ka lidhje fare, domethënë, me atë hipnozën e magjive apo të xhinëve, s'ka lidhje fare, kjo është komplet gjë tjetër, është metodik shkencore që zhvillohet, ka një protokoll që zhvillohet dhe është halal. Kushti i vetëm i hipnozës mjekësore është që mjeku që e bën të jetë njëri i besueshëm dhe adapt i asaj fushë. Thonë se është gjinof do thonë mëkat gjuna, të presësh thojt kur është duke ra dielli. Jo, s'ka lidhje fare, nuk ka lidhje fare. Tu ra, tu ungjit, mes anash majtas djathtas, s'ka asnjë lloj problemi. Motra ime dëshiron më u feju me datën 6/6/2025. Hajde qof për hajër motrës, ose Zoti më, Allah e bekoft. Mirë po i bie ditë e Kurban Bajramit, thot, dhe ditë e premte. Hajde, mashallah. Motra jote dashka më u feju në ditën më të mirë që ka kriju Zoti. Dita e Kurban Bajramit. I qëllon Kurban Bajram, po i qëllon dhe xhuma. Mirë, deri tani jemi mirë. Mirë po, familja e atij djalit, po i thojnë djalit, të që japin fetva këto të mençmit, të zgjutit, nuk bën më u feju sa është mes dy bajrameve. Po s'është mes dy bajrameve, ditë bajrami ka marru. Deri dje ishte mes dy bajrameve. Tani kemi kalu. Dhe thonë që është ditë e premte, pra një mes dy bajrameve, e zeza e madhe. E zeza tjetër është dhe ditë e premte. Po kush e tha që dita e premte është ditë terse, falë Zoti. Ky është zbulim autokton. Ta tonët kur i zbulojnë, s'ka gjë gjohet në tokë. Prandaj është deshë mendimin ta thot, bën apo bën në që të shke me të. Nuk ka ditë tersi të Allahu, nuk ka natë tersi të Allahu. Tersin e keni ke truni vogël. Gjithë trunët punojnë kështu, truni i cave punon mrapsh. E në bon atë që shuhet xhiron bosh. Edhe krijon këto lloj halucinacionesh. Si jemi me kohën? Edhe 4 minuta. A është e lejuar kurbanin akika ta bëjmë për Bajram? Jo më vëllai, nuk është e lejuar. Kurbani akika është në vete, kurbani Bajramit është në vete. Ja po ti bashkojmë gjithë kurbanet e kalamajve edhe të Bajramit, bëjmë një për të gjithë me njët. Kurbani akikas është kurban në vete, mund ta bësh ditën e Bajramit, mund ta bësh darkën e Bajramit, mund ta bësh nesmen e Bajramit, mund ta bësh jashtë Bajramit. S'ka lidhje akika kur bëhet. Dërsa kurbani i Bajramit është kurban në vete. Pa ti nuk mund të bësh një kurbanin me i fut gjitha mrena. Kurbani i Bajramit është kurban në vete. Kurbani i akikas është kurban në vete. A mund ta bëjmë kurbanin e akikas për Bajram? Po, nëse e kam bërë kurbanin e Bajramit që kam bërë obligim,
Mund bëjë dhe kurbanet e akikave gjithë kalamajve që si kanë bo. S'ka se dhe problemi fetarisht. Nuk ka kusht kur bëhet kurbani i akikas, pra kurbani i fëmis, nuk ka kusht dhe ditë kur bëhet. Po se bone ditën e 7, pastaj është e lirë situata. Që mund ta bësh për Bajram, mund ta bësh mas Bajramit, mund ta bësh para Bajramit, mund ta bësh anash Bajramit, majtas Bajramit dhe djathtas Bajramit. S'ka lidhje mos e kur e bën. Edhe ditën e Bajramit, po edhe ditën e Bajramit mund bësh akikan. Vetëm mos i bashko. Dikush më ka thonë që një grua ka shpif për mua, lart e poshtë. Tani ajo është ndark nga burri. A është kjo shenjë që ajo më ka hym hak mua prandaj dhe Zoti? Po pra po të ka prek ty në momentin që preku ty. Po pse duhet me lidh gjonat kështu më burr? Kaq e rëndësishme të duket vetja ke Allahu, që në momentin që foli për ty shpërtheu aty me tan. Elhamdulillah. Çfarë më bë? Po ndoshta s'ka lidhje fare, ndoshta mund të jetë kjo. Po ti mos jep kaq rëndësi vetes. Ka fol për ty edhe pam, unë dal nga burri. O Zot na jep sabër, o Zot i madh. A bëhet kurban për martesë? Po, bëhet kurban për martesë. Ditën e dasmës, therr kurban, i pu mish fukareve, ftoj njerëzit në gosti, po. A më kurban martese, që thotë me që u bë martesa duhet bëjmë kurban, nuk ka kështu fiks, por nëse e bën me niyetin, erdhi dikush tek pejgamberi sa më të tha pejgamberi Zotit, jam martu, tha. Hajt qof për hajër. Boni duan pejgamberi alayhis salatu wassalam, barakallahu leke wa baraka aleke wa jama bainuk ma fi khair. Tha, ke bo gosti? Tha, ja, s'kam bo. Tha, bëj gosti qoftë edhe me një dash. Ose dele me një. Bëj gosti qoftë edhe me një dele. Pra me kuptimin me që u martove. Mos u gëzo vetëm, gëzo edhe njerëzit. Të bëjnë dua për ty, të bëjnë lutje për ty. Vetëm për vete, ose bëj egoist. Pra në këtë kuptim, po, a më që thushti, gjo, kur jam martu unë, nuk kom bo kurban. Tani a do të bëj kurban me që s'kom bo atë, jo, s'ekziston kjo gjëja në islam. Nuk ekziston. Kurban martese nuk ekziston në islam. Nëse ti kur martohesh, therr 10 kurbane, ushqen njerëzit, ose therr i viç. Ai tha, bëj gosti qoftë edhe me një dele ose me i dash. Jo, po du me therr viç. Mashallah. A duhet mushi moshën vi, s'ka lidhje me këtë kurban Bajramin. Mund të jetë viçi 6 muaj, s'ka lidhje. Mund të jetë delja, mund të jetë qingji 3 muaj. E të bë kurbanet për shembull për dasëm të edhe sa veta kam ftuar në dasëm? Kam ftuar në dasëm për shembull 100 veta. Shumë mirë, do të bëj gjithë secili ka gjys qingji. E qingjat janë 3 mujosh. I bie që theri sa qingja? 50. E birë. A quhet? S'ka lidhje fare. Domethënë, e rëndësishme bëj gjak. Pra me kuptimin e ushqej njerëzit, se mos thotë njëri kur martohet tha hoxha duhet me bëj gjak. Jo, me kuptimin që bëj sevap në këtë kuptim. A lejohet marr gusël ditën e njëjtë për të qenë i pastër ditën e premte? 24 orë. Pa e mend dot e rëndësishme. Njeriu është prej sunetit që të lahet ditën e xhuma. Po nëse nuk ka mundësi të lahet për ditë xhumaje dhe do të lahet tetën darkët, pra darkën e xhumas, është okay, nuk ka problem. Nëse femra pren kurban për kurban Bajram, a duhet dhe ajo që mos të heqi gjë nga trupi? Po, e përfshin ligji dhe femrën. Nëse është ajo që do t'ja heqi kokën, po e përfshin rregullit e nëse është femër. O është ndoshta një pyetje që do të bëj me qesh, po më intereson. Hajde. A është gjëna të shkosh në banjë me telefon në xhep? Vallai, kjo është pyetje e bukur për Zotin. Kjo është smundja e rinisë sot. Pasha Zotin shumë, nuk do të them gjithë, kur shkojnë në banjë shkojnë gjithë me celular në xhep.
Se çfarë lezeti i nin hapjes celularit mbani halal, kur janë nuk e di se çfarë lezeti ka ai muhabet. Dhe kjo tregon çmendurinë e brezit. Në të gjithë logjikën njerëzore, nga krijimi i Ademit a.s. deri në ditë Kiametit, robi shkon banja për të marrë punë, brezi sotëm shkon banja për ta celularit. Paska dhe më keq akoma. Kështu që nuk bën. Njeriu shkon banja, banja është veni ku rrin ato gjonat. Banja shkon marrë punë, dil shpejt. Ai uret aty, I ka ngel edhe ca gjona për të parë për shemb. O mendje, o kokë, thirri mendjes, o rrot. S'ka, nuk është brezi i teknologjisë, brezi i IT-s, ka edhe mhalet me celular. Ne i thot nga Tetova, kur vdesin gratë, burrat nuk i shikojnë pasi e lahet kufoma dhe nuk hynë në varr që ta varrosin, sepse thonë ka dal nga nikahu. Faktikisht ky është një mendim nga medhhebet e Islamit, është një mendim, po nuk është mendimi i saktë. Mendimi i saktë është se nuk shkëputet, mbetet gruaja grua e tij edhe mas i vdes. Dhe mbetet burri i saj edhe nëse ai vdes. Prapë është gruaja e tij o burri dhe. Pse kjo gruaja që vdiq, i thonë gruaja kujt? Gruaja filanit, pra vazhdon të jetë gruaja e tij. Edhe ky burri që vdiq është burri i kujt? Burri i filanës. Ka dal nga nikahu, si dil nga nikahu? Vazhdon të jetë nikah. Ky nikah në këtë botë që kush vdes në kurorën e dikujt do të jenë bashkë në xhenet, si u prish, nuk prishet me nikahu. Kush tha që prishet nikahu me vdekjen? Allahu thot në Kur'an, ata që besuan dhe bën vepra të mira do t'i bashkojmë në xhenet me familjarët e tyre. Normalisht që vazhdon. Argumenti para se me vdek pejgamberi sallallahu disa ditë, nëna e besimtarëve Aisha është ankuar nga një dhimbje kokë që ka pas. Po e ke parasysh që gratë ankohen më shpejt edhe nuk është se e kanë durimin e burrave. Dhe e gjeti pejgamberi sallallahu Aishën duke thonë wa ra'sa, sa më thëmë koka. Si shtemi në Shqipë, vdiqja prej kokës, si më thonë. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Aisha, tha mos u mërzit, se po vdiqje, do të lajun, do të qefinosun, dhe do të fus në varrun, me shaka pejgamberi alaihi salam. Tha o Aisha, mu, po më dhem koka faktikisht. Pra pejgamberi se ka pas dhimbje të rënd koke, do të thonë nga fundi i jetës tij sallallahu alaihi wasallam, ka pas me periudha. Kështu që thënia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o Aisha, mos u anko, se mu më dhem koka, po megjithatë me shaka, po vdiqje, do ta lajun xhenazën dhe do të qefinosun. Ju dilte për një qahu, s'dilte pra për një qahu, të falë Zotit, të falë. Okej, po mjaftojmë me kaq inshallah. A lejohet para bashkëshortit me prej kurban, sepse bashkëshorti deri tash nuk ka prej kurban, dhe njerëzit më thanë mu se nuk bën me prej kurban para se me prej bashkëshortit. Po pse se pret bashkëshorti për shembull kurbanin? Që e ka trim, pas ka frikë me thërë kurban. Bëjë kurbanin motër, mos e vrit menin. Jam një vajzë që kam parë mesazhet e një shoqes time që me motorën e vet më kanë bërë magji dhe më kanë hedhë sheqer të yshtur. Hajë inshallah, lej Zotin, edhe pastroje vendin aty me ujë të knum. Lej Zotin, edhe mos u lidh më me to, shkëputur për këtyre njerëzve. Kam parë një video online të Sheikh Filanit për emrin, thotë që këto filtrsat që i ndrojnë imazhin e njeriut janë haram. E sakt. Që i ndrojnë imazhin e njeriut, si këto që e bën njeriu fëmijë të vogël për shembull, nuk bën. Ai hoxha ka thonë të saktën.
ka thonë të drejtën. Jam një nën që fali 5 kohët namaz para 3 javëve. Më ka reja e pas rraf nusja këtë shkretën. Jam një nën fetare, thot, fali 5 kohë namaz para 3 javëve më ka reja, para ka rraf nusja. Dhe nuk më folte. Dhe më ka kafshu në shpinë. Pir. Që shjeka kështu, dhe shjeka e gërsirë. Që shjeka nuse. Thot, ja këshyri fëmijë, thot, ja bëj punë të shtëpisë. Dhe arsye ishte pse e pyeta si ja kalove nga familja jote. A ishin mirë? Tash thot, vajzat nuk po ja falin. Po djali nuk po na fol neve pse nuk po ja falin gocat nusës atij. Inshallah ha çunin kjo në ditë. Han çun. Ndom. Tha nuk janë njerëz, dhe Zoti u alet soft, kjo vetëm femër nuk është, vetëm nuse nuk është. Qëse është kështu siç është bë pyetja që kjo ka kafshu vjerrën dhomë, kësaj duhet me bë tetanozin, se mund të jetë një nuse e tërbuar. Do të me e lidh ca kohë. Në me nxjerr të jetoj atje si qen. Një të afër me timi ka thonë një grua me ty mos shpinë me teshat vdekurve. O Zoti madh, çfarë bëhet këtu më për Zotin. Për çfarë në këto muhabete me teshat vdekurve me ty mos shpinë. Magji. Punë shejtansh, punë drejtnish. Largojeni këta njerëz nga jeta juaj. Maroj koha. Vallai ke drejt për Zotin. Mirë, atëherë po mjaftohemi me kaq inshallah taala, Zoti na falë dhe na mëshiroft. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.